Kombëtarja shqiptare fluturoi paraditën e kësaj mërkure drejt Varshavës, atje ku do të luajë një duel shumë të rëndësishëm kundër Polonisë në kuadër të play-offit për kualifikim në Kupën e Botës. Pas dy seancave stërvitore të zhvilluara në shtëpinë e futbollit në Tiranë, kuqezit do të mbyllin programin stërvitor anti-Poloni me seancën e fundit që do të mbahet sot në orën 18 në stadiumin e ndeshjes PGE Arena në kryeqytetin polak. Ndërsa përpara seancës Silvinjo dhe kapiteni Gjimshiti do t'i përgjigjen interesit të medias mbi këtë takim që mund na afrojë me historinë. Grupi i 26 lojtarëve i grumbulluar për duelin gjysmëfinale të play-off është i plotë dhe pa probleme të qëndësishme. Vetëm sot pas stërvitjes së fundit do të njihemi me lojtarët që do të shkojnë në tribunë. Silvinjo ka edhe një seancë në dispozicion për të sheshuar me stafin edhe dilemat e vogla që ka në mendje për formacionin anti-Poloni. Në tipologjinë e tij Silvinjo është një teknik që nuk ndryshon shumë, ndaj në mungesë të manajt apo dakut në majtë të sulmit, duke sigur po shkojmë drejt një formacioni të përafërt me atë që përballoi Anglinë në nëntor të vitit kaluar në Tiranë. Dilemat e vetme janë Ajeti apo Ismaili në qendër të mbrojtjes në krah të Gjimshitit, si dhe përfshirja apo jo nga minuta e parë në mesfushë një lojtari ndër më të mirët e aktualisht me klubet, Ylbe Ramadani. Në sulm favorit duken Hoxha, Ozuni dhe Bajrami, por Muçi mbetet një opsion konkret. Sfida do të luhet ende në orën 20:45 në stadiumin kombëtar të Varshavës dhe do të gjykohet nga arbitri anglez Anthony Taylor, i cili na ka gjykuar 3 vite më parë në barazimin 1-1 jashtëfushë kundër Çekisë. Pavarësisht dëshirës dhe besimit se mund t'ja dalim në Varshavë, superkompjuteri i parashikimeve në futboll, Opta, nuk na jep për favorit. Përkundrazi, në përllogaritet e Optas bazuar në të dhëna statistikore, Polonia ka 56.6% shanse për ta fituar ndeshjen brenda 90 minutave, krahasuar me 20.9% të Shqipërisë. Mirpo, statistikat i janë bërë për t'u thyer, e kështu urojmë të jetë edhe në rastin konkret.